Duket që qytetarët nuk e kanë ndjesinë që është, si më thënë, veç Albin Kurthi fajtor në këtë lloj krize që është prodhu. Ata një lloj kontributi goxha specifik ja japin edhe opozitës. Dhe duket që tash përballja e narracioneve të reja që ndukje janë të reja, në fakt janë të përsëritura tash në një vite më shumë, një vite 2 muaj sa u bën, është që kujt i mbetet faji nëse shkohet në zgjedhje, kujt i mbetet faji për krizën. Në 2025 e kishim një verdikt për kush ka faj më shumë e kush më pak, dhe u prodhu përmes 28 dhjetorit si rezultat final. Po tash duket që, se më thonë edhe ajo që po e thëni ju, jemi në një situatë që kemi hasë në ngërçin e radhës që thirret ose quhet pozita e presidentit apo presidentes. Ju shkoni në takime, në ndërkohë gjithë diskursi juaj është ky është një person për Albin Kurthi me tendenca për të qenë autokrat, për ta mbajtur pushtetin, edhe përmes krizave, edhe përmes rrëfimeve të tija e kështu me radhë, po në fund nëse shkohet në zgjedhje, duket që nuk ka shumë luhatje të elektoratit, kjo si masë ose si parametër për me gjyku situatën politike që ndodhemi, dhe në anën tjetër lind që kjo pyetja, nëse është autokrat, nëse është i rrezikshëm, pse duhet me shku në takime? Jo, e para duhet me ja njoft përkrahjen qytetare, domethënë secili e palë zgjedhje i ka dhënë atij përkrahje. Kjo e fundit 51%. Na ja njohim pavarësisht çka e qysh, domethënë ai e ka përkrahjen. Dhe këtë domethënë dush me ja njoft si drejt legjitime mas pare. E dyta është që ai është në qeveri. Në detyrë apo pa detyrë, domethënë ai gjithmonë ka qenë për gjatë një vit e gjysmë në detyrë si kryeministër. Dhe me këto 51%, ai është personi që e udhëheq politikën në vend se e ka peshën, përkrahjen e ka, dhe përgjegjësinë që ja jep kushtetuta. E ka pas për me prezantu kryeparlamentarin, tani e ka në rolin e zgjedhjes së presidentit. Pesha, ndaq faji, ndaq rezultati i takon atij. Shkojmë ose shkojmë zgjedhje, i takon vendimi atij, se i ka shumicën e deputatëve në kuvend. Domethënë na nuk mundemi, opozita s'ka mundësi, tash nuk po flas në emër të opozitës, po as LDK-ja, nuk e ka fuqinë që e ka Albin Kurthi. Po ta kishim, do të kisha ardhur këtu me një version duke thënë që kjo është zgjidhja jon, po na nuk mujmë me prodhu zgjidhje. Tash domethënë një president nuk mundet me u zgjedh pa përkrahjen e vetvendosjes. Për këtë jemi të detyruar mi pa dhe me prit lëvizje prej tij, cili është propozimi, për çka kërkon ai përkrahjen, me kaq vota sa na kemi. Një përshtypje jo pak e përhapun, është ju po thoni jemi të detyruar mi pa lëvizjet e tij, por një përshtypje është që ju duket që përmes lëvizjeve të juaja ja jepni një ndjesi edhe të nështrimit ndaj fuqisë që ai ka. Thonë shkuarja në takime, një lloj konstruktiviteti dhe çfarë që ngjan. Shiko, të gjitha partitë politike e kanë me obligim që të kontribojnë në raste të caktuara për vendime politike. Na i kemi 15 vota dhe për çato 15 vota duhet me qenë në rolin ton parlamentar. Roli jon parlamentar na detyron që ne të kontribojmë nëse ka nevojë për 15 vota për një mbështetje për cilën ne pajtohemi, edhe ne ja japim përkrahjen. Prandaj po jemi konstruktiv, po shkojmë dialog. Unë personalisht e kam lavdëruar momentet kur ai ka ftuar në takime edhe ka thënë që kemi me zgjedh me dialog. Shikoni, dialogu është elementar për ushtrimin e politikës. Kompromisi, konsensusi, këto janë koncepte bazike të demokracisë. Dhe duhet mja njoft edhe faktikisht me ja uploadu nëse i ka këto cilësi. Shiko, unë kam dilema shumë esenciale se e shoh parlament sa të ngurt janë disa politikanë për me bo kompromise, konsensuse. Kjo nuk është vlerë demokratike. Ne duhet negociojmë për aq gjatë sa vim tek një zgjidhje që pajtohemi. Më duhet situate sikletshme, nëse kisha qenë pej brenda, nëse ju ja aplaudoni gatishmërinë e kryeministrit. Kjo është elementare. Po, për konsensuse dhe dialog. Ama ai po ju fton juve dhe pas takimit po thotë
ju mirë që jeni këtu, po nuk jeni të mjaftueshëm në kuptimin e votave që i keni. Ai po thotë që mirë që jeni duke ardhur në takime, po nuk na mjaftoni me votat që i keni, sepse prezenca korumi për edhe deputet që tashmë dihen, nuk i siguron vesh LDK-ja, po duhet edhe dikush tjetër. Çka thot Albin Kurti është pjesë e tij. Çka themi ne është që ne po e kryejm obligimin ton parlamentar dhe obligimin ton qytetar për t'i kontribuar themelimit të institucioneve, për ta bërë presidentin, për aq sa kemi ne fuqi. Ajo çka deklaron ai është përgjegjësia e tij. Nesër pas nesër ai ka me ballafaqu me qytetar dhe ai është i vetmi që ka përgjegjësinë edhe të zgjedhjes së presidentit me i kontribu situatës. Na po e bëjmë pjesën ton, rolin ton në demokraci. Na që jemi parti institucionaliste. Gjithmonë kemi thënë që kontribojmë për me u themelu institucionet, për me u bë institucionet. A priori nuk i synojmë domosdoshmërisht që zgjedhjet, që ne t'i shkaktojmë zgjedhjet në këtë situatë. Por, si parti politike, do t'jemi të gatshëm të shkojmë zgjedhje nëse Albin Kurti vazhdon me bo negociata pa rezultate. Ne jemi të gatshëm për me shku në zgjedhje dhe aty pastaj do t'ja numrojmë krejt këtë përgjegjësi që nuk e ka mirë përdor për me i dhanë vendit. Deputet, duket që një siguresë mbrana këtij rrëfimit elektoral të mundshëm është lënë te lëvizjave vendosëse te Albin Kurti, është lënë një siguresë që thuhet që sepse tash kemi një situatë që është prodhu përmes ish-presidentes Vjosa Osmani dhe gjasat e saj që të ishte për një mandat të dytë. Siguresa është që LDK specifikisht nuk i kishte të garantu me votat për Vjosa Osmani, se përshihet që duhet me u paketu tash rrëfimi pse, ose arsyetimi pse nuk u bë Vjosa Osmani edhe për një mandat të dytë, dhe faj ose topi lehet në fushën e LDK-s, ata nuk i patën votat e tyne, prandaj Vjosa Osmani nuk mujti me u bë për një mandat të dytë dhe me pa cilat janë mundësi tjera dhe konsilacionet mbrana kësaj situate. Nëse rrëfimi i Albin Kurtit që LDK-ja s'mjafton për me bo një president, atëra i vlen edhe për Vjosa Osmani. Do me thonë, nuk mjafton, sepse do me thonë, si pas ka LDK-ja krejt, s'qenë kanë mjaftushëm 15. Edhe po t'ishim ne 15, do t'mjaftonin, apo? Se Albin Kurti po thot nuk jeni mjaft. A është që kjo rrëfimi? Po, ama te Vjosa Osmani duket që kanë ndoshta një lloj pezmi, duket që LDK-ja nuk është shumë e sigurt a me pranu Vjosa Osmanin. Hiç s'ka pas dallim. Ne si parti deri në këtë moment kemi qenë totalisht të unifikuar. Herën e kalume, kur Albin Kurti ka dasht Vjosa Osmanin me bo presidente, ne i kemi pas më pak se 15 vota, kanë qenë edhe atëherë disa deputet që nuk e kanë votu Vjosa Osmanin, po megjithatë është zgjedh. Po do me thënë, i bie që Albin Kurti nuk i ka pas votat. Jam e sigurt që në grupin e tij parlamentar ka pas kundërshtime për Vjosa Osmanin, e hiç nuk kam dilema për grupin ton parlamentar, sepse në grupin ton parlamentar nuk ka qenë diskutim. Po duket deputeti që e keni një provë para vetes në lidhje me Vjosa Osmanin, edhe nëse nuk i kishit votat ose përkrajen për presidente, për mandatin e dytë për Vjosa Osmanit, duket që tash për shkak të pozicionit të saj jashtë institucionit dhe në politikë bërje në përditshmëri, duket që tash duhet një provë tjetër me u përgjigj pa një provë tjetër. A do të jeni bashkë me Vjosa Osmanin apo jo? Kjo është ndoshta testi që potencialisht mundet me ju ardhë para vetes në një kampanjë tjetër elektorale. Shiko, si LDK kemi thënë që ne tash kemi me hyrë në një proces ku Kosovës t'i ndërtohet një platformë pak më e madhe që përfaqëson politika më të djathta të qendrës, që i garantojnë zhvillim ekonomik edhe mirëqenie të qytetarëve, dhe kjo ide kërkon një bashkim edhe një, si me thanë, rritje të radhëve tona të njerëzve të cilët nuk dakordohen për politika të majta të qendrës, por që vijnë nga e djathta e qendrës. Dhe për ta ndërtuar këtë blok politik, ne do të ndërmarrim të gjithë hapat që ta rrisim LDK-n edhe ta promovojmë idenë sa më shumë që të jemi një platformë konkurruese me
me të majtën që sot është që përfaqësohet sot nga vetëvendosja. Dhe në këtë kuptim, domethënë nëse bashkëpunim dhe ka hapësirë absolutisht, domethënë ne nuk kemi kundërshtuar emra të përveçëm, sikur që se kemi bërë as për emrin e kur ka qenë fjala për presidente. Po, deputete, për fund se na iku koha shumë shpejt. Në situatën që gjendemi edhe ditët veç po shtjerën, me po shkojnë shumë ma shpejt se sa që kemi mujtë me paramendu, po duket që konsenzusi e vullneti politik janë largë për kundër takimeve që ndodhin. Ju keni përmend një lloj frazeologjie, le ta themi, që duhet marrëveshje klasike politike dhe kjo deri në një mas është nënkuptues si ndarje e pushteteve. Në një ofertë gjeneroze, le ta themi, për ndarje të pushtetit në brenda qeverisë, me marrjen e presidentit nga LDK-ja, apo krye parlamentarit, apo çdo që është ajo marrëveshje, a kishit konsideru se duket që në rrëfimet elektorale që ngjizen shumë kohë para se marrë zgjedhjet, që është dëshmuar edhe përgjatë 2025-s, gjithë këto vegza lihen rrugës edhe dikur si ajo e 2025-s që ishte që na i dërgum 2 letra LDK-s për bashkëpunime, ata nuk ishin të gatshëm për bashkëpunim. Edhe tash në këto takime dhe diskutimet që ndodhin edhe në publik, mund me ardhur një situatë që thuhet na i ofrum LDK-s ministri, ofrum poste e kështu, po ata prap nuk deshtën me bashkëqeverisë dhe prandaj duhet ndëshku sipas rrëfimit të 2025 që ishte më shumë i ngjizur atko. Ky rrëfim s'mundet me u ndërtu, sepse për aq kohë sa thotë që LDK-ja nuk është mjaftueshme, nuk mundet me thënë që LDK-ja, domethënë, e ka na çoi zgjedhje, se kemi atë fuqi. Gjithsesi, deri tash nuk ka një plan të tillë, nuk ka një propozim të tillë, por ky pasaj kërkon një deliberim të brendshëm partijak që na përcaktohemi se a jemi apo nuk jemi, ka të bëjë me qasje të ndryshme, se na jemi edhe ideologjikisht, si me thamë, pak a shumë larg, ne kemi një program qeveris që kemi prezantu, kemi njerëz kualifikum, jo çdo ofertë është ofertë, por nuk ka një diskutim të tillë. Kështu që nuk është në horizont një bashkëpunim i tillë.